Këshilli për operacionet zgjedhore ka gjatë mbledhjeve të mbajtura ka diskutuar një çështje e cila është ngrit në gjatë zgjedhjeve lokale, pra si një shqetësimi prej personave në moshë, të cilët kanë pas probleme aplikimin për votimin, për regjistrim për votim si persona me nevoja të veçanta, pra që këtë rast të votojnë nga shtëpitë e tyre, që të mos mundohen në nxirren prej shtëpisë në ditën e zgjedhjeve, duke pas parasysh që edhe jemi në një sezon dimror, pra zgjedhjet janë në 28 dhjetor dhe duke bërë më të lehtë edhe për ata persona që janë në moshë, është ardhur një rekomandim që personat të cilët i kanë më shumë se 75 vjet, gjatë aplikimit për regjistrim për votim nga shtëpitë e tyre, të mos obligohen të bashkangjesin dokumente shëndetësore për statusin e tyre, për të arsyetuar pse dojnë të votojnë nga shtëpia. Mirë, nëse s'ka diçka, atëherë unë e hedh votim për 80 vjet e tutje rekomandimi do të modifikohet nga 75 në 80 vjet. Atëherë kush është për? Gjithë jam për. Ti abstenon. Okej. Mirë shumë. Kalon